duhet më pas demokraci në qytetet tona, dhe për këta çka duhet me ndryshu në fushë Kosovë është ajo që duhet me ndryshu pushteti. Neve që kemi arrit ta mposhtim LDK në fushë Kosovë këtë vit në zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit, kemi dalë para LDK-s, kështu që është për herë të parë që Partia Demokratike e Kosovës fiton në fushë Kosovë në këtë vit, kështu që du bazu edhe në atë fitore, po du bazu edhe në plan programin që kemi në platformën për zgjedhjet e 2 tetorit, tu bazu edhe në listën e kandidatëve për asamble që kemi një listë me profesionistë të ndryshëm të cilët plotësojnë kriteret dhe kanë kredibilitet, kanë vizionin e tyre në profilet të profesionit nga vijnë të qartë dhe kemi punu një projekt ku është një vizion i qartë se çka do të bëjmë me komunën dhe si do ta ndreqim qytetin e fushë Kosovës, tu bazu në krejt ekipën, tu bazu në punën, tu bazu edhe unë në Rremtërnave në veten time që unë jam i gatshëm më udhëheq komunën prej 12 tetorit, jam i përgatitur me projekte, me vizion të qartë, me guximin, me kredibilitetin që kemi. Do të vazhdojmë që pas 12 tetorit ta udhëheqim dhe besoj në qytetarët e fushë Kosovës që do ta arrëzojmë këtë kalo, se nuk mundesh me thonë kalo, sepse kjo ka qenë e pamposhtur nga sëritë të ndryshme. Ka qenë e pamposhtur, po të marrë parasysh se kalot kanë një vlerë që dikush ndërton një kalo, bën diçka. E këta fatkeqësisht e kanë degradu shumë qytetin. Edhe në komunën nuk mundna me thonë që është demokraci që kanë bo këta, se kjo është tepru me pushtetin 24 vjet me njëti njeri. Dhe kjo nuk është demokraci, për cilën demokraci edhe kemi luftu edhe kemi punu, edhe duhet më pas demokraci në qytetet tona. Dhe për këta çka duhet me ndryshu në fushë Kosovë është ajo që duhet me ndryshu pushteti.